Dëgjom, i ke marrë shumë shtin e ke qutë e shpia, mos më tash me qitë. Shumë ke marrë në bëfe. Në bëfe ke marrë shumë. Reprezentacionin. Jo së të marrë heq. Hisu të marrë, se e ullë nivel në shpatit. Veshpa, ti ke marrë drut e shkollës, edhe i ke qunë shpe. Ka thirë brenda dite dhe ka kontrabanduar këtë bugjet në Komitetin për Politikë dhe Financa në ora 10 dhe pas 2-3 ore ka kontrabandu të njëjtin bugjet në kuvendin e komunës Vushtres me një planifikim skandaloz që nuk paraqet zhvillim të komunës Vushtres dhe që është më rëndësishmja me diskriminim pozitiv dhe favorizim të lokaliteteve caktume me shumicë serbe ku janë planifikuar rreth 1 milion euro investim në këto fshatra. Nëse ti vjen pushtet, ku i harxhon? Vetëm ti shpjegoj, të lutna. Asnjë fshat tjetër nuk ka investime më shumë në komunën e Vushtres për 2 vitet e ardhshme me kryetar Feriti Drizin se sa fshati Prellush, nëse mundet me demantu, leta demanton, këto janë tabelat të cilat nuk e lajnë me mashtru, e për më tepër mashtrimi po provohet ju servohet prapë qytetarët e komunës Vushtres. Prandaj unë i kam disa pyetje konkrete. Kryetari ka xhiru spote dhe po premton këtë, premtoj me zë, stacionin e autobusëve. Ma gjej kodin buxhetor ku e ke fut në buxhetin që kemi ratu stacionin e autobusëve. Pastaj, ma gjej kodin buxhetor ku ti e ke planifiku ndërtimin e një qerdhe të vetme në komunën e Vushtres, asnjë qerdhe nuk e ke planifikuar, ndërkohë që i ke refuzuar qerdhet në 4 vitet e tua si kryetar, ka qenë gatshme qeveria me ti investu me buxhet të vetin, i ke refuzuar, prap nuk i ke planifikuar gjithandaj fshatrat komunës Vushtres dhe qytetarëve i ke thonë në debate që kam për të ndërtuar qerdhe. Suleman, koha, faleminderit. Fal, jo, 2 minuta i ke ta kthej mundësinë në 30 sekondat e ardhshëm, urdhno replik Ferit. Shiko vetëm pak. Me këtë politikë të linçimit nuk ka kuptim më godit, sepse shikoj tabelat buxhetore ku janë që u miratu buxheti. Mos u ndërhy tash. Tash mos ndërhy. 150.000 euro janë për atë fshat. Nuk janë 1 milion euro. 1 milion euro gjitha fshatrat e... Ja, që kjo ati tabelën ku ta ka qitë. Nuk, që kjo është buxheti. 200.000, 300.000. Buxheti miratum, ku keni marrë atë. E ta shojnë qytetarët e Vushtres. Ndërtimi rrugëve në Grazë dhe Prellush. 200.000 2026, shumë bukur e keni marrë. Buxheti miratum. 2027, 300.000 2028, fshati më i favorizuar në komunën e Vushtres, kryetari aktual, a dini pse? Sepse kjo është marrëveshja e fshetë të kryetarit në kafenejnë e Prellushës. Suleman, dush me lon me përfundu. Dush me lon me përfundu, edhe aj mos më të përzi ty të ati mos me tërhy. Faleminderit. Suleman, lutëm në rregullat e debatit, kisha lut me lon me kry fjalin. Suleman ta jap fjallën pasi që ta krynë. 30 sekonda mos ndërhy. Në qofë se fillojmë kështu me favore, mu ma ndërprej fjallën, unë e protestoj. Nuk pat favore. Pro, Suleman e pret me përfundu. Nuk ka nevoj, që kjo është buxheti miratum në mënyrë legjitime. Mos e ndërprej, Suleman, le ta përfundoj 30 sekundë që ne vetë. Mos ndërhy. Suleman, nuk po ndigjohemi. Kërkush po ndigjohet. Dhe këto linçime që mi bën kë, janë mashtrimet e tua. Dëgjom, i ke marrë shumë shtin e ke qutë e shpia, mos më shtin tash me qitë. Shumë ke marrë në bëfe. Në bëfe ke marrë shumë. Reprezentacionin. Jo së të marrë heq. Hisu të marrë, se e ullë nivel në shpatit. Veshpa, ti ke marrë drut e shkollës, edhe i ke qunë shpe. Drut e shkollës për e kontra i të që ajo njeri partisë tone, e kam me fakt, njeri partisë tone. Qështë e ke qumështin, ti ke marrë. O me të pa ditë si dalë për këti emisioni. Si dalë për këti emisioni, ku me të pa ditë. Si dalë për këti emisioni, ku me të pa ditë. Si dalë. Po, devalvon. E ullë të kjesh farë përvalon me bo. Ashtë e ullë. E ullë të është. Je shpifës. Bashkëtori njësë sërbska. Unë e shiko. Ju kisha lutë 30 sekundër ati juj. A bërë më këthysh të buxheti. Jeta, ndëgjom. Më më thonë bashkëpunëtor. Suleman, 30 sekunda t'ja. A lutëm, apo i respektojmë disa regula, 30 sekunda t'i tuja t'ja. Më më thonë bashkëpunëtor i liste sërbska, 6 antarë të familjes të vramë në luft, veti 4 t'i ushtarë, shiko, kjo
vetëm mendo çka po bën. Vetëm çfarë antar të familjes bram, asnjë pul s'u ka mungu aty. Kam po punëtor të përparimit aty. Kam po aty. Unë jam kryetari në shkollë çdo fshat. Unë në shkollë çdo fshat. Po nuk kam po ato. Me shkjetën për luzhë sa po marrëveshjen. Ti do me thonë, nuk bën me shku në fshat serbe. Qëri buxhetin që i ka po buxhetit vështërës. Po me qytetarë sërbë duhet me bo marrëveshje. I ka shkel, me inderu ata janë të Kosovës. Ky po bëhet shumë i ulët. Ata janë qytetarë të Kosovës.